Porti i Durrësit të Porto Romano. Dosja 400 milion euro në SPAK. Dosja të nderuese për ndërtimin e portit të integruar të Durrësit në Porto Romano, me vlerë rreth 400 milion euro, është referuar për hetim në SPAK, përmes një kallëzimi penal që ngre dyshime serioze për shkelje flagrante të ligjit të prokurimit publik, favorizim të paracaktuar dhe konflikt interesi. Sipas kallëzimit, vetëm një kompani u la në garë dhe u ftua të paraqiste ofertë. Arçi Rodon, e regjistruar si filial shqipriot, e prezantuar publikisht si greke me seli në Holand. Të gjitha kompanitë e tjera ndërkombëtare u skualifikuan që në parakualifikim, pa u lejuar të dorëzonin ofertë ekonomike. Skualifikimet, sipas dokumentit, u bën për pasaktësi të vogla në dokumentacion dytësor, interpretimet të dyshimta të rregullave, ndërsa ndaj kompanisë së vetme në garë u aplikua trajtim preferencial. Konflikt interesi i hapur. Një element kyç i kallëzimit lidhet me kompaninë Rodal Haskoning DHVRH, e kontraktuar nga Autoriteti Portual Durrës për hartimin e dokumenteve të tenderit, vlerësimin e ofertave, supervizimin e punimeve. Kontrata, me vlerë mbi 12 milion euro, është lidhur përmes negocimit të drejtpërdrejtë. Problemi? RH ishte po ajo kompani që kishte hartuar projektin teknik të portit, çka përbën konflikt të pasër interesi të ndaluar nga ligji. Sipas kallëzimit, edhe kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar shkelje dhe mangësi serioze në punën e RH, por pavarësisht kësaj, kompania është rikthyer sërish në kontraktime të reja. Gara e paspastër. Nga gara u përjashtuan disa prej kompanive më të mëdha ndërtuese në botë, përfshirë konsorciume nga Kina, Belgjika, Franca, Italia, Holanda. Sipas kallëzimit, këto kompani plotësonin kriteret teknike dhe financiare, ndërsa mbetet e paqartë se si subjekti fitues i ka përmbushur kriteret, duke pasur parasysh mungesën e referencave për vepra të ngjashme. Detaj alarmante. Arçi Rodon ishte ofertuesi i vetëm. Nuk depozitoi garancinë bankare 8 milion. Më pas, kjo garanci u hoq si kërkesë. Kërkoi pagesa jo në lek. Kërkoi arbitrazh jashtë Shqipërisë. Të gjitha këto, në kundërshtim me dokumentet e tenderit. Hijet e brendshme. Në kallëzim përmenden edhe dyshime për përfshirjen e një kompanie shqiptare si partnere apo mbështetëse në ofertë, kompanie e cila ndodhet në hetim për tendera të tjerë rreth 120 milion euro në sektorin e infrastrukturës. Çfarë pritet? SPAK pritet të shqyrtojë dokumentacionin për të vlerësuar nëse ka element të veprave penale si shpërdorim detyre, shkelje e barazisë në tendera, korrupsion. Deri në një njoftim zyrtar, çështja është në verifikim paraprak. Por një gjë është e qartë, kur 400 milion euro përfundojnë në një garë me një ofertues të vetëm, nuk kemi zhvillim, kemi alarm kombëtar.